Për shenjën e akrepit, kjo hën e plot do më thënë rilindje, një fazë vërtet shumë e rëndësishme, sepse në këto momente po kuptojmë vërtet vlerat e tyre, po kuptojmë vërtet se cilat janë gjërat ose rrugët që duhet të ecin, po krijojnë zërin e tyre. Dhe janë shumë më të përgjegjshëm edhe ndaj vetes së tyre, por ashtu edhe ndaj shoqërisë. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në marrëdhëniet që ata kanë me familjarët e tyre, ku gjithçka toksike do të tronditet, do të kemi tërmete vërtet shumë të mëdha në këto pika. Ata do të arrijnë që të perceptojnë shumë mirë se cilat janë temat të cilat ata duhet të zhvillojnë, ose cilat janë tema që ata duhet të shërojnë. Kanë një pjesë e hijes, pra, të shenjës së akrepit, tashmë do të kapen dorë për dorë dhe do të ecin bashkë me ta. Këshilla do të ishte për shenjën e akrepit automatikisht që të mos shmangi përballjet që ka me botën e tij të brendshme, pra pjesën e tij të hijes, sepse kjo është pikërisht fuqia ose superfuqia e tij më e madhe në këto momente.